Ne të nxehta vere jo vetëm prej temperaturave të larta, por dhe prej eventeve artistiko-kulturore të programuara për të zhvilluar përgjatë sezonit turistik. Përveç se kryeqyteti shqiptar i turizmit, Durrësi synon të kthehet dhe në kryeqytetin shqiptar të argëtimit. Krahas larmishmërisë së netëve me muzikë live apo DJ në klubet dhe diskot verore përgjatë vijes bregdetare, të organizuara nga privatët, bashkia këto muaj ka hartuar një kalendar të ngjeshur me koncerte, panajire e të tjerë, për t'i ofruar kujdo që do të vizitojë Durrësin këto muaj, maksimumin e argëtimit. Edhe ky sezon turistik veror pritet të jetë shumë premtues, shumë i suksesshëm, do jetë i pasur me aktivitete të shumta kulturore dhe sportive gjithashtu. Gjatë muajit sheshor do të kemi festivalin ndërkombëtar të këngëve dhe të vallëve. Fillojmë pastaj me Vala Fest, që vjen për herë të tretë në qytetin e Durrësit dhe është e konceptuar si një koncert me këngëtarë të mirënjohur të afirmuar, përfshirë këtu edhe këngëtarin Alban Skënderaj, që është një risi që vjen për herë të parë në qytetin e Durrësit. Po kështu kemi edhe Durrës Summer Fest, që është një në vetvete, po të themi një organizim që përfshin disa evente brenda. Dhe këto evente do të shtrihen gjatë gjithë sezonit turistik veror, duke filluar nga muaji korrik deri në muajin shtator. Po kështu do të kemi edhe Tavernën e Adriatikut, që vjen dhe ky është edicioni i tretë pra që organizohet në qytetin e Durrësit, ka një interes shumë të lartë, sidomos nga prodhues apo ato bizneset tipike lokale. Pra ky sezon turistik veror pritet të jetë shumë premtues dhe të ofrojë një gamë të gjerë aktivitetesh për të krijuar sa më shumë atmosferë në qytetin e Durrësit, për të gjithë ato turistë, vendaze të huaj apo ata pushues që kanë zgjedhur qytetin e Durrësit dhe këtë vit për të kaluar pushimet verore. Në një qytet 3000 vjeçar, trashëgimia kulturore është një nga asetet më të çmuara për të ardhur sa më shumë në ndihmë të huajve, të apasionuar pas turizmit kulturor. Një vëmendje e shtuar e institucioneve ka qenë dhe në drejtim të sinjalistikës, rregullimi i asaj ekzistuese, por dhe shtimi i tabelave të reja, të cilat orientojnë turistët drejt monumenteve dhe shtigjeve kulturore më të rëndësishme në qytet, ka marrë vëmendjen e duhur. Sinjalistika turistike është një aspekt shumë i rëndësishëm për sa i përket edhe sezonit turistik veror. Në të vërtetë ne pranë objekteve kulturore ose monumentet e kulturës kemi vendosur prej vitesh tashmë një tabelë turistike informuese. Në vende të caktuara ku ato janë të dëmtuara, ka filluar zëvendësimi me tabelë turistike tashmë të përditësuar, por është risi fakti që këtë vit kemi shtuar edhe dy tabela të tjera turistike fal projektit EU for Culture, që është një tabelë turistike për sa i përket shtegut të dyerve të vjetra në qytetin e Durrësit në qendrën historike. Kryeqyteti shqiptar i turizmit ka nisur të kthehet në një destinacion gjithvjetor turistik dhe dëshmi e kësaj janë dhe strukturat e reja hoteliere që vijojnë të ngrihen për të përballuar fluksin e vizitorëve.